Pas këtij deklarimi moralizues, atëherë duhet ministri na tregoj pse nuk po jep komunës Prishtinës 35 milion euro që i takojnë në bazë të buxhetit të këtij viti. E para. E dyta pyetja tjetër duhet i bëhet, a e ka të qartë ministri në fjalë që edhe në qoftë se këto buxhete nuk aprovohen në kuvende komunale, megjithatë legjislacioni në fuqi thotë që nëse ato vonohen dhe nuk arrin të aprovohen, ti duhet t'ia japësh komunës buxhetin në vijat e njëjta buxhetora si të vitit paraprak. Dhe çka kanë bërë këta për vitin 2025 është që në vend që t'ja alokojnë komunës të gjitha dhe më pas komuna t'ja alokoj tek operatorët me të cilët potencialisht ka kontraktu dhe shërbime tjera, ja ka ndonë një të 12, pra çdo muaj sikur se këste të kredis, që nuk i takon qeveris ta bëj këtë gjë, sepse ato mjete janë të komunës së Prishtinës, nuk janë të qeveris. Tash çka ka ndodhur që afërsisht deri në qershor të këtij viti, Komuna e Prishtinës, pavarësisht që ka dërguar shkresa të vazhdueshme për alokimin e mjeteve, ka thënë mirë, me që neve na duhet të bëhet një ndryshim në buxhetimin e ri të Prishtinës, po presim edhe pak të deri nga muaji qershor, duke supozuar që do të bëhet zgjidhje në nivelin nacional, të krijohet qeveria apo çka do tjetër. Dhe kur u pa që ne po shkojmë në zgjedhje, Komuna e Prishtinës kërkoi që ti jepen të gjitha mjetet në mënyrë të përnjëhershme sepse po bllokoi puna e komunës së Prishtinës. Dhe tash kur po e dëgjoj ministrin Muratit teksa moralizon në kuptim të asaj se si ne po mendojmë për qytetarin e Republikës Kosovës, dhe që sot kishte shkruar status se si duke menduar për qytetarin dhe jo për interesat personale, ne shkuam në asamblenë komunale dhe e votuam bartjen e buxhetit nga vitet e kaluara. Por nuk e përmendi që tek tash e votuan, sepse arsyeja... Qysh ju në shku sot kam votua? Po. Mëra kanë thonë për që të sonë gëzim sfeqla atë natë më tha është e jashtëliqme? Jo vetëm që ka thënë gëzim sfeqla që është e jashtëliqme. Qështu më tha atë natë se më shkrujke? Por gëzim sfeqla e ka këput mikrofonin në vitin e kalum, kur Asambleja Komunale e pat votu buxhetin për si vjetë. Ju i dini pajmet asaj kohe. Dhe të njëjtit kanë munguar në 3 faza, në 21 maj, 12 qershor dhe 27 qershor. Pra, lëvizja vetëvendosje dhe Partia Demokratike nuk i kanë votuar bartjen buxhetore nga vitet paraprake. Pra, kjo ka ndodhur sot. Sot atë kanë treguar që do të jenë të gatshëm të shkojnë dhe të votojnë, rrjedhimisht u vendos në rend të ditës, sepse po të mos i kishim ato vota, nuk do të vendosej as në rend të ditës votimi i sotëm. Dhe kaq është e thjeshtë. Por pyetja shtrohet pse po vazhdojnë besin 35 milion euro të bllokuara. Nga këto 35 milion euro, 25 janë të hyra vetanake të komunës së Prishtinës, për të cilat qeveria nuk ka të drejtë të vlerësojë se në çfarë këste apo lote duhet i ndahen komunës së Prishtinës ose jo. Pra, kjo është çka ka ndodhur dhe sot me këtë seancë. Lirim?